Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj dhe Ministri i Jashtëm Migli Hasani përshëndetën hapjen e grup kapitullit të dytë të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Të vazhdojmë përpara me shumë përkushtim, bashkëpunim, përgjegjësi dhe me shumë punë për të ecur të palëkundur drejt anëtarësimit, shkruan Presidenti i Republikës në rrjetin e tij social. Hapja e grup kapitullit të dytë me 9 kapituj tregoi përbashkëm është sinjal i qartë se sa shpejt dhe me sa seriozitet Shqipëria po përkushtohet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. 3 grup kapituj të hapur dhe duke ecur me ritëm të shpejtë. E dim që është kohë e çmuar dhe nuk po humbim asnjë sekond në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Nuk jemi thjesht në rrugën e dur, po shpejtojmë, shkruan Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Migli Hasani. Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali përmes një mesazhi në rrjetet sociale shpreh se ky është një hap frymëzues për Shqipërinë 2030 në BE. Çelja e negociatave për grup kapitullin tregoi përbashkët është një tjetër hap frymëzues për Shqipërinë 2030. Përgëzoi pjesëtarët e ekipit negociator, institucionet dhe gjithë kontribuesit në këtë sukses të ri. Ylli i Shqipërisë po bashkohet me yjet e Europës edhe prej përkushtimit të tyre. Do të vijojnë të kenë mbështetjen e pakursyer të kuvendit, që jo thjesht të shpejtojmë, por të vrapojmë drejt bashkimit me familjen tonë europiane, u shpreh kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali. Shqipëria hapi këtë të hënë grup kapitullin tregu i brendshëm, i treti në total që nga hapja e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në konferencën e 4 qeveritare të zhvilluar në Bruksel, ishte i pranishëm vetë kryeministri Edi Rama, i cili në fund të takimit pati një konferencë të përbashkët për mediat me komisionerin për zgjerimin Marta Kos dhe ministrin e punëve të jashtme të Polonisë Radoslaw Sikorski. Kryeministri Rama tha se Shqipëria do të vazhdojë të angazhohet me përkushtim për përmbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian deri në vitin 2027, duke punuar për mbylljen e kapitujve me një ritëm pune shumë të lartë. Po presim me padurim që të sigurohemi së bashku që brenda 2027-s të gjithë grup kapitujt jo vetëm të jenë çelur, por edhe të jenë mbyllur. Është vërtet super ambicioze, por jemi këtu sot për të rikonfirmuar vullnetin ton të fortë, vendosmërinë tonë dhe pasionin ton të plot për të arritur këtë objektiv. Jam i sigurt që të dy miqtemi të dashur në të majtën time dhe shumë prej jush këtu e kanë dëgjuar këtë më parë, por ja vlen ta përsëris. Për Shqipërinë, anëtarësimi në BE është shumë më tepër se sa një ambicie politike apo ekonomike. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos u zotua se nëse Tirana vazhdon të punojë me këtë intensitet të treguar deri më tani në zbatimin e reformave, ajo do të bëhet një avokate e Shqipërisë në familjen e madhe europiane me qëllim anëtarësimin e saj. Ne po punojmë me një ritëm shumë ambicioz dhe nëse Shqipëria realizon zbatimin e reformave të nevojshme, unë do të jem avokati juaj më i mirë në Bruksel dhe në të gjitha shtetet anëtare, kështu që mesazhi im për qytetarët shqiptar është i qartë. E ardhmja e Shqipërisë është pa dyshim në BE. Nuk ka dyshim për këtë, tha Marta Kos. Ministri i punëve të jashtme i Polonisë Radoslaw Sikorski në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama tha se grup kapitulli i hapur është jetik për integrimin ekonomik të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe përgëzoi vendin për përkushtimin e saj në rrugën drejt familjes europiane. Kapitujt që hapëm sot janë jetik për integrimin ekonomik të Shqipërisë. Reformat e nevojshme do të çojnë në përputhshmëri ekonomike me Bashkimin Evropian. Ne do të rrisim mundësi tregtare dhe po kështu do të bëjnë Shqipërinë më të rejse për investime. Bashkimi Evropian është ardhmë e mirë, e sigurt dhe e begatë, tha mes të tjera është ministri i punëve të jashtme i Polonisë Radoslaw Sikorski. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.